Miqtë mi të dashur, ishin këto programe të cilat ju presin për netët e vitit të ri në ekranin e Klan Kosovës, për të cilat dyshoj që në ndonjë moment do ta ndroni kanalin. Vazhdojmë tutje me një tjetër material i cili ka të bëjë me këngëtarin dhe politikanin Labinot Tahiri. Ai vjen sonte në prive për të na treguar më të rejat e tij. Historia Makivari Amit na sjell atë. Edhe paraqitjen e ka ndryshe. Te Labinot Tahiri ka ndruar gjithçka. Ai nuk është më vetëm një këngëtar i cili arkton të pranishmit në mbrëmje muzikore, por pa i munguar kjo, ai tashmë përfaqëson edhe një pjesë të qytetarëve, vota e të cilëve e kanë ngrit atë në pozitën e deputetit në Parlamentin e Kosovës. E dy dashuritë e tij, muzikën dhe të qenurit në shërbim të popullit, ai po i konsideron si profesione të rëndësishme, ani pse kjo e para po i flan më shumë në shpirt. Këngëtar është ma mirë për vetën time, edhe ata që dojnë me i pushu vesht. Po deputet është ma mirë se është interes për gjithë vendin e qytetarët. Por pavarësisht se ndihet më mirë kur paraqitet si këngëtar, Labi politikën e ka primare. Ai është i lumtur me përzgjedhjen që bëri dhe nuk do të jetë krenar në rast se nuk i arrin të gjitha qëllimet e tij. Unë do të jem pishman jetën time nëse nuk jap një kontribut si deputet ose në tamën time që kam thonë do të shkoj deri në postën e kryeministit e më thotë presidentit. Se kjo nuk ka të bëjë me mua. Kjo ka të bëjë me tamën e fëmijëve të me dhe me tamën e nipave, stër nipave ose çdo fëmijë të Kosovës. Unë si deputet kam pranuar me u fut në garë sepse ëndra kam pasur kryetar të Rizajës pari. Po si deputet kam pranuar me u fut vetëm të e ditë që do t'i kontribuoj më shumë vendit. Labi tha se shpeshher ka marrë ofendime për angazhimin në politik, por kjo nuk po i bën as pak përshtypje. Jo për ata nëse menojnë ashtë Ramush Haradinaj o person që i ka dhënë vendit shumë. Edhe nëse se di sa kam informacion sakt, po ka punuar shembull në diskoteka në Perëndim, se ju ka imponu me punu shembull me nejt gardës që janë ato pasot e kryeministit të Kosovës. Erdogani ka shit akullore, nuk ka qenë politikan, ka qenë futboller, dhe sot është udhëheci në rajon më i fuqishëm në ekonomi. Ne jemi popull pa gjykus. Mos pa gjykon kërkush se nuk i dihet ose nuk ju shkruan atyre në për jetën e tyre se çfarë fati ka Labinoti ose ku do të arrit Labinoti. Edhe deputet derisa sot këtu kanë thoni si me 2 vota, 5 vota ose kanë me të shoh njerëz kanë me të rritë. Vërtet që më kanë shoh. Po prapi kam sollat 1000 vjet i mush. Kush do në të vjen në të xhiron, nuk më garo karriera për muzikë. Por një premtim që këngëtari dhe deputeti Tahiri e dha dikurë që kishte të bënte me heqjen dorë nga muzika në rast se pranon ndonjë detyrë zyrtare, ai nuk po e mban dhe për këtë po thotë se ka arsye. E vërtet është. Unë këndoj se më kërkoj në publiku, po edhe ana ime materiale. Domethënë, unë se dëmtoj shtetit, unë si këngëtar pe 2005 paguaj tatim dhe jam njëri ndër tatim paguesit më të mëdhenj në Kosovë si këngëtar. Domethënë, unë paguaj tatim pe 2005, kurse ka pas pavarësinë Kosova. E debatet politike tani e tutje nuk do t'i diskutoj vetëm në parlament e mbledhje të partisë, pasi ato kanë zënë vend edhe në shtëpi, antarët e së cilës duket se e kanë mirëprit detyrën e tij të re. Gruaja më flet për politikë, baraz me mua. Ka qenë kundërshtaja kryesore që në një farë aspekti më ka kërcënuar shumë herë. A di çish kanë shembull gratë? Pse? Se dhe ju jeni shembull bashkëshortë të dikujt dhe dikush tjetër dhe mendoni se si burri ose gruaja me shku me shku fëmijëve diçka të shtëpia. Në aspektin politik, si deputet, krahasim me këngëtar, sa kisha mbrëmje, që do të prej formimit të qeverisë, e deri tash nuk kam pas diçka 4-5 mbrëmje. E jo si kam pas dikur. Meqenëse se është deputet dhe po beson se në të ardhmen do të bëhet edhe më i fuqishëm në këtë pozitë, Labi vazhdon të jetë një këngëtar shumë i kërkuar. Ai do të jetë prezent në disa lokale për festat e fundvitit, por për shkak të angazhimeve prej deputeti, ka refuzuar të këndojë jashtë Kosovës. Në Feriza jam, festoj masorës 12, në Koko Klub. Meni jam në stop, jam në 2 janar jam diku në Prishtinë. Me 2 vende jam tash të negociu. Po më qëtë thonë me më një përpara, se nuk kam kryo në.
Nëse për këtu fund vit, për Krishtlindje nuk jam si përpara që kom kënu, se zakonisht jenë majtë mramit nga për diasporë shumë, po unë do të me qenë këtu për shkak seancave, s'muj me lëviz shumë, se në momentin e fundit thirrën seancat jashtëzakonshme, duhet kjo dorë, vendos shumë kjo dorë, e çdo deputeti. Unë du me qëndru këtu, duke sakrifiku. Labino Tahiri po e konsideron të sukses shumë 2017-ën, derisa ka ende dëshira të paplotësuara e që pret të realizohen me ardhjen e vitit të ri. Unë uroj që vitet e ardhshme, jo kështu shembull me shpenzu shumë popullata, për të realizohen ato spitalet leukemizë në të banë vendin tonë. E dyta, i ke dëgju këtë politikanët dhe artistët thonë, uroj që shembull për janarit këtij viti, dhe për fund të vitit të ri, kena thonë të bëhet liberalizimi i vizave. Po sinqerisht po tham, unë personalisht, si Labinot, deputet në Kosovë, po në Parlamentin e Kosovës, kryeministri e kena përgjithësi, për në në vitin 2018, me nxerrë rinin për krizës, ka rënë depresion popullit, sidomos rinia.